Përshëndetje, miq të dashur. Ja prosi si i dulën dallaveret njerëzit e Kosovës. Më të vërtet, miq, se cilën ditë po na vërtetohen fjalë që na po i thojmë, po na vërtetohen fakte që na po i qesëm. Po mas mirti e spjegojnë ta analistat që nuk pin jof, edhe gazetarë që s'pin jof fasionën, se si e kanë bërë dallaverin me Shqipërinë, me Serbinë, njerë ka Kosovës për shkarkimin e Albin Kurtit. Pra, me shkojnë të dëgjojmë, e të diskutojnë bashkë, i lutëm. Takimi zakonshëm për arsye sepse bëhet fjalë për një takim me palën serbe. Në Amerikë. Ku ka qenë përfaqësuar edhe Shqipëria? S'ka rëndësi, Shqipëria nuk ka çështje të hapura me Serbinë. Lutëm. Shqipërinë, Serbia nuk e ka pjesë të kushtetutës saj. Se ka qenë pranishme këtë takim, Selam, shpjego. Shqipëria e njeh Serbinë si shtet dhe Serbia e njeh Shqipërinë si shtet. Unë po ta shpërpitem se ka qenë takim pranishëm. Sepse, po tregojnë, sepse Serbia don me bisedu për Kosovën me Shqipërinë, jo me Albinin. Kjo është një arsyeja. Sepse edhe një vit e bon atje, që në 97-ën, ata kanë dash me lonë Shqipëria, fatosnano, u shku në Greqi me bisedu për me lonë krishtet të Kosovës, Beogradin. Ja pse arsyeja. Shkojnë miq. Aktit më të lartë juridik të Serbisë, Kosova sipas tyre është pjesë integrale e Serbisë. Ja po. Na kemi çështje të hapura. Agresion të hapur mbi sovranitetin e Kosovës, Serbia ka bërë para 2 viteve në Kosovë, jo Shqipëni. Shqipënia ka raportet e tyre të ndërtuara. Ky shpjegim është kritimisht baza ndërshtetërore. Këtë takim se ka qenë pranishme. Na kemi çështje të hapura. Takim se ka qenë pranishme. Arsye pse kanë qenë pranishme? Po pikërisht për këto. Me softu Kosovën, edhe me dëmtu Albin Kurtin. Nuk ka të logjik. Po shkojnë miq. Unë nuk i di. Shqipëria mund të jetë e pranishme, po Kosova nuk duhet të jetë e pranishme përderisa apo vetë ta mbaroj se po patjetër. Shkoj kohë edhe s'po mbleni me fol, thjesht. Bravo. Kosova duhet ta shoh pozicionin e vet me shumë vëmendje në kësaj lloj takimi, se përballë është pala shqiptare dhe në pjesën tjetër është pala serbe. Ky është një projekt serb i kahmatshëm. Veç pak. E Vjosa Osmani, njerë ka Kosovës, theke unë im konë 10 minutë ka funi atje, edhe që s'kom bo kur gjo. Mirë po, qka kërkove në 10 minutë që ti? Qka bone? Po qëfar arsye? Pse u taku presidenti Shqipërisë me Sërbë në Amerikë, po qëfar arsye? Vetvetie po të regonë njerë ka Kosovës, qka ke dash me bo? Po ajo e mshefta gjithmonë del, rana i ka kom të shkurta. Shkojnë miq. Serb, në Akademi të Shkencave dhe të Arteve e Serbisë, ka memorandum për këtë punë. Thotë duhet të mirë me vesh me shqiptarët për çështjen e Kosovës. Edhe Dobrisa Çosiçi, edhe Ivan Andriçi, edhe të gjithë tjerë. E ti njerë ka Kosovës, je i edhe ke lukit valle. Në ato mend që të je pajtu me shku më ullë aty me ta, edhe zote e ditë qka ke në shkruti aty, zote e ditë qka ke folë, se s'po del me folë qka ke folë ato qka ti për i thu, ato jënë beturina. Ato të regoja dikuj tjetër që të beson, por jo neve. Asë një mledhe në botë, nuk mund është ti me shku sikur me konë asë Trumpi që jo Trump, maj madhi i dyjas, nuk mund taj me shku e me thonë, po i rrëjve të minuta po dalë. E jo ti. Ti, njerë ka Kosovës. Hina, unë e kesh 10 minuta dhe kur që i s'bona ma shumë sanë. Pse? Shtryjet pyetja, për çfarë? Arsye. Sa thika e ngullë Albinit mrapa shpinës? A njerë ka Kosovës? Dërsh me dalë me thonë përgjegje. Halas që dalë me thonë qka ke kërkutin atë mbledhe, qka u bisedu në atë mbledhe. Shkojnë miq, se ka ala, Problemi nuk është problemi Kosovë-Serbi, është problemi shqiptarë-serb. Dhe për çështjen e Kosovës duhet mirë me Shqipërinë. Ju mendoni që Vjosa Osmani ka qenë? Domethënë, problemi
shqiptarët sërbë, do me thonë me Shqipërinë, jo me Kosovën. Do me thonë Shqipëria do të me folë për Kosovën. Ku ke Shqipëria 100 vjetë në Sërbi? Ku ke Shqipëria? Çka ndërmur Shqipëria për Kosovën? 100 vjetë në Sërbi në la. E tash, na për i kry punë vetë, po luftojna vetë, po shpallën shtetë vetë, edhe po qohet Shqipëria kishone po duhi më jeni mu, edhe me na cëptu prapë. Jo, faleminderit. Se kem Albin Kurtin, Albin Babën, që na ka dërgu i lumi Zot. E patëm edhe njerë kënë e Kosovës. Po sytë nësja poshëm, se në trahtoj. E të mas pari ka trahtu vetë vetën, tani ka trahtu poplën e Kosovës. Njerë ka Kosovës. Kime majtë men sot të është ruzli i tokës Romullak, kime majtë men për trahtin që ja ke bo Albin Kurtit, kryeministit, diasporës edhe popullit e Kosovës. Këto më se arro kur. Që në pjesë e këtyre planeve? Unë nuk thash që mendoj, thash që ky formacion e qenë qatë rrëtë. Bravo. Interpretimi po më shtimin të Tash, po për balë që saj, që ti delegacionit që është shqiptar, në tërësia, ndaj edhe për balë këton është pola sërbe. Ky është projekt i njohur, prej vitin 1900, po, ndërsa njëri që është ullën në kryet venit, është implikum, ka qenë implikum në rëzimin e Zotit Kurti në 2021 dhe më pastaj ka koketu fort me polën sërbe dhe është publike. Tash, dilema që shtrohen për këtë takim, Spaku do duhet tipë sqarime në çfarë formati dhe çfarë përmbajtje ka pas takimi, çfarë agjende ka pas takimi. Këtu njerë ka Kosovës, ti dush me dalë me spjegu pe për pe, ose pik për pik. Çfarë formati ka pas, çka biseduhe, për çfarë umbledhaj ata njerëz aty. Por me fakte, jo me afut këtë, për interesat tuka personale, se s'lana, se i pëjdim. Falim nërë Zotit, u dalë teknologjia, 3, 4, 5, edhe po i përcjellëm sen, për mos mi pruft kë, i bjen kë. Mos i pruft kë, i bjen kë. Do me thonë që nuk kemo ose kë, këtu. Kështu që njerë ka Kosovës, nuk ka mu, u që populli për gjumi. Falë Zotit, sikur tradhtimet juve që po i boni, edhe po i qelëm sytë se cëllere ma shumë. Ja prapë pse Albin Kurti nuk ka dalë për presidente. As diaspora s'ka dalë për presidente. Nuk e meriton. Tradhtia nuk meriton asgjë. Tradhtia meriton jashtë politikës. Shkojnë amiq? Kështë të takosh me polën kundërshtare, me një fjalë të ujën, për dilemat, po të pjetë në konstatime. Unë nuk konstatova kur zë. Dilemat, jam dakord me fjalën tuaj për dilemat. Por të vjetë në konstatime, e kam përshtypjen se ka pas një shpjegim krejt parcial të kësaj fotografie. Kush do ta lexoj ashtu si do ta lexoj. Narracioni i vetvendosis ka qenë që këtu edhe i Zotit Batiri, që këtu është Jo, më falë, kush do që të lexon atë fotografi? Sa ti po dihen njerëz, kush janë, cilët njerëz. Po doken cilët njerëz e dojnë Kosovën edhe cilët jo. Ati ku ka Sërb. Pa ditë Kosova, pa ditë Albin Kurti, ata nuk e dojnë Kosovën. Për çfarë arsye u duhet po mbajt kjo mbledhje sekret? Dile spjegon njerë ka Kosovës. Për çfarë arsye? Nuk ka tjetër zgjedhje. Zgjedhje problemin, tregoti qytat, edhe tani flasim. Tani flasim çka meriton. ditur rrëzimi i... Jo, çfarë fuqie ka pas për me ujtë presidentin. Zoja Vjosa Osmani në intervistën e saj e shpjegoi, tha, unë e kam shtetur Albin Kurtin, kur të tjerët kanë dashur sa zonë. Vjosa Osmani të jap se Bravo Batiri. Ata unë kësha zamën ty Agin Batiri, ngo? Se kam bisedu këtu. Tash, çka ka biseduar këtu? Mirë. Nëse vetë ta shohim shqiptare, nëse mu ja mundosh të shumë, po absolutisht ta kalojmë këtë pjesë. Kjo është një situatë e pazakonshme. Pala shqiptare, si që tha zoti Shkurt. Pala shqiptare,
edhe pala sërbe me Grenellin krye, për çka mu kanë biseduar dhe në kuadër të asaj palës shqiptare, është edhe kryetarja shtetit tonë. E çka bisedoj ke Albin Kurti kur shkojmë atje? Fal. Oj zoj, Albin Kurti u shku me dokument. Dialog. Oj zoj, nuk u shku Tinza. Nuk qa fot kot. Nuk tha kur gjë këtu Albin Kurti. Albin Kurti sarë ka qenë o kon i obligum për dialogun. Mëse mëna me gju këtu Ka qenë i negociata me Serbinë me secilin prej tyre. Selam kësaj zore. Kurse kjo është pala shqiptare. Unë që vjo Qa të rëvjen, po. Po qa po donë fakte më... Qa po donë fakte më shumë e zoj? Te, a ki këtu, as ki këtu? Fakti numër 1, u bot Tinza Kosovës. A ke ditë që Vjosa Osmani po mon më shef në Amerikë? Më ledhe me Sërbë? Jo. A ka ditë popli? Jo. A ka ditë Albin Kurti? Jo. E qëfar s'po djetë tërp me bo këtë pytje? A veç kështë po thëmë diçka, lama. Turpi i botës. Qarta. Pala shqiptare në krye me presidentin e shtetit Shqipërisë, ministrin e punët jashtme, edhe të tjerët, kuadër tyre, edhe Vjosa Osmani si presidente e Republikës Kosovës në palën shqiptare, e kënej sërbe komplet, dhe të dheqën nga... Ako më nësi edhe pak me kohë. Fal, ta përfundoj se kam një pyetje. Ta përfundoj se kam një pyetje, fal. Ju po akuzoni edhe Shqipërinë? Po pa tjetër. Sërbet, soherë... Apo e akuzoni Shqipërinë për tradhti, zoti Agim Batiri? Vesh në dëgjo. Agim Batiri nuk për thot, po një për thonë po publikisht po. Në atë moment që shteti i Shqipërisë, ose presidenti i Shqipërisë, shkon Tinza, kryeministrit, Tinza popullit të Kosovës, me shku, me majtë mjedhe me Serbinë atje, absolutikisht që po. Ku e dihune që ka folë ata? Ku e dihune? Ku e din populli? Fa tjetër që po. Sërbet kanë pasë çdo herë iniciativë që për Kosovën me folë Shqipëria. Çdo herë. Gjithë. Kanë pas tentimet lloj-llojshme. Është e shkruar kjo. Është platforma akademisë shkencëtare. Është kërkesë. Është kërkesë. Batiri, akoma si pak, lutem. Mbas pore, takimi është. Unë nuk përdi, unë s'pi kuptoj meq, nuk për kuptoj se çfarë pytesh bon kjo zoja. Edhe kë, se s'po du me e përmen në amë në televizionit, thot, ati për akuzën edhe Shqipërinë. Po, pa tjetër. Edhe djallë jam e konë. Nëse djallë jam shkon në Amerikë, për ditë tonë, pa më tregu mu, për Kosovën, absolutisht që akuzën edhe djallën temë, se lemë Shqipërinë. E njerëkën e Kosovës. Mos e bjerë punën, për mos besu dikush. Shqipëria ka tregu vetën. Po foli jo si popull, si politikana. Mos i përzim sana. Sa si popull na jem një, me politikë nuk jem një. Mishë dashër, kjo është e vete për sot, Zoti rujt, miropafshë vite radhës.